profesionist, veprimtar, të gjithë ju që keni ardhur sot këtu në tubimin tonë. Ju dëshiroj mirëseardhje në një tubim i cili kushtohet aksionit tonë të paralajmëruar të 14 janarit. Në dhjetor të vitit që sapo e lan pas, Kuvendi i Republikës Kosovës ndërmori njërin prej vendimeve më të rëndësishme prej kur ekziston. Me nismën e vetëvendosjes, ata përfaqësues të popullit që ja duan të mirën Kosovës u bën bashkë dhe më shumë se sa ata që ja duan të mirën Serbisë dhe votuan për reciprocitet të plotë politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë. Por qeveria po e bën atë që ka ditur dhe dhe më së miri, zbatimin e vendimeve të këqija që dobësojnë shtetin dhe mos zbatimin e vendimeve të mira që do të forconin Republikën tonë. Kur është puna tek ligjet sikuraj i cili e barikadon qendrën e Prizrenit, si bastion të kishës ortodokse në Beograd, qeveria është në gjendje të bëjë çmos për zbatimin e tyre. Por kur është çështja për ta mbrojtur Republikën e Kosovës nga hegemonizmi politik, ekonomik e tregtar serb, qeveria i shkon plotësisht për shtati i Serbisë. Me këtë strategji të shpërfilljes, qeveria nuk i ka shpall luftë vetëm interesin tonë shtetëror e qytetarë. Qeveria e ka mbytur gjyqësinë, e kërcënon fjalën e lirë, e kontrollon krimin e organizuar, kurse tash don që ta varros edhe të vetmin institucion në cilin ka kritik fundamentale, artikulim dhe betejë politike pra Kuvendin e Republikës Kosovës. Prandaj në 14 janar, ne jo vetëm që do ta mbrojmë shtetin e Kosovës prej Serbisë, por edhe Republikën tonë nga kjo qeveri autoritare dhe arbitrare. Në Merdare dhe të Dheu i Bardh do t'i themi ndalë Serbisë dhe Hashimthoqë. Siç thot populli, një rrugë e dy punë. Ne jemi lëvizje. Ne jemi njerëz në lëvizje. Lëvizim vazhdimisht dhe duke lëvizur i lëvizim gjërat. Ata të cilët mendojnë se ndryshimi vjen vetvetiu, ata janë pjesa kryesore e mos ndryshimit dhe status quo. Këta njerëz janë ushqimi i përkryer i një pushteti të padrejtë e autoritar. Viti 2012 është vendimtar. Aktualisht populli ndryshimin e koncepton dy mënyra: me votë dhe me mobilizim masiv protestues. Po në vitin 2012 po sqarohet përfundimisht kjo dilemë. Ne do t'i bëjmë të dyja, sepse si do që ta bëjmë ndryshimin, ai do t'i përfshi të dyja. Ose do të votojmë dhe do të arëzojmë pushtetin e padrejtë për shkak vjedhëse ose manipulimit, ose do të arëzojmë pushtetin dhe do ta formalizojmë këtë rezultat me një zgjedhje të lira, të ndershme e demokratike. Me mocionin e fundit që u votua në Kuvend, qeveria po na tregon se në 2012 do t'ia shpall vdekjen zyrtare Kuvendit të Republikës Kosovës. Kështu qeveria po ja mbyll popullit gjitha rrugët përveç rrugës. Dhe një ditë me siguri që do të na mbyll edhe rrugët. Ibrahim Makolli, ministri i diasporës, kishte tentuar me shku në Serbi. Mas pari, Ibrahim Makolli, si ministri i diasporës, po don me vizitu Kosovën lindore, duke i bërë ata diasporë. Ky është gabimi i parë që bën. E së dyti nuk shkon me pyet Edita Tahiren se çfarë marrëveshje ka arrit, se tek ish pyet e kish ditë që s'mundet me shku. Sepse ka ditë se Edita Tahiri ka nënshkruar marrëveshjen që me tabela Republika Kosovës kërkush nuk mundet me hi në Serbi, e bile e vaj si ministër hiç më pak qeveria e Serbisë janë dalën hymjen sepse i përcjell politikat dhe parimet e veta, e ajo është asimetri ndaj Kosovës. Do të thonë, Serbia neve sot nuk na sheh si të barabartë. As më pak, Serbia neve na sheh si pjesë të Serbisë dhe në çdo përshkrim të punës, të çdo përfaqësuesi të qeverisë së Serbisë, ata kanë për detyrë me na shkatrur neve si shtet. Sepse nëse kushtetut e kanë që Kosova është pjesë e pandashme e Serbisë, dijeni që ata ditë e natë punojnë që neve jetën këtu, qytetarëve të Republikës Kosovës, na e bëjnë sa më të vështirë që është e mundur. E besoni që sot jemi në këtë gjendje, jo vetëm falë politikave të gabueshme, po jemi në këtë gjendje ekonomike edhe pse Serbia që jo 10 vite, po që 50 vite punon në shkatrimin ekonomik të Kosovës. Të flasim pak për ekonominë, sepse me ndëgju kryeministrin Thaçi tu fol në Kuvendin e Kosovës për Republikën e Kosovës, e mi mshel pak syt, menon që jetu jetuna i Suedi.
Menon që jetu jetu nga i shtetë të Evropës, ku gjitha punë janë mirë, ekonomia është mirë, njerëz po paguhen mirë, punësimi është mirë, veç kur piqelim sytë për shohim që nuk është ashtu. Po e shohim që sot jemi shteti më i varfër në Evropë. Gjysma e popullatës po jeton me më pak se €1.40 në ditë. 300.000 njerëz i kena të rrezikuar për kafshat goje, do me thonë, kanë më pak se 90 cent ditë, nuk e sigurojnë ushqimin për veten për çdo ditë. Dhe sot na thuhet prej kryeministrit Thaçi se ne mund të mbijetojmë pa prodhu kurrë. Bile edhe ato pronat vogla që i kemi, tentojnë që t'i shesin, që mos kemi kurrë pronë dhe të na thonë se Kosova ekonomikisht mund të mbijetojë pa prodhu kurrë hiç. Shteti i cili nuk prodhon është si shtëpia e cila nuk ka asnjë konsum. Do të thonë sot Kosova në bilancin tregtar blen 10 herë më shumë se sa që shet. Kjo i bjen si me shpenzu një shtëpi 10 herë më shumë se sa që merr rroga. Një shtëpi që shet 10 herë më shumë se sa që ka rroga, duhet ose me him borxh me financu ato që ka po blen, ose do të më anis me shit senet e shtëpisë. Edhe pikërisht kjo po ndodh që Kosova ja ka nis me shit senet e shtëpisë, tu mendu që ndoshta ja zgjat jetën kryeministri Thaçi dhe një vjet e 2 e kështu duke u prish jetën jo vetëm kësaj gjenerate, po edhe fëmijëve tonë, libra e besave edhe gjeneratat tona që vinë pas ne. Të ndalemi pak me Serbinë, sepse kjo është tema për cilën ne edhe po organizojmë aksionin e 14 janar. Duhet ta dinë që dy shtete hinë në marrëveshje të tregtisë lirë kur i kanë tona marrëdhënie tjera mirë. Do me thonë, kur dy shtete njihen me zveti, e respektojnë njëna tjetrën, sillen mirë me njëna tjetrën, ma ne i thojnë, apo hymë edhe në marrëdhënie ekonomike tregtare që shohim se si mundëm me përfitu prej kësaj marrëdhënie. Ju që na tregin juve, neve, e na ja uqelim juve dhe kështu përfitojmë të dyja palë. Këtë, do me thonë, e bojnë gjitha shtetet në botë. Tregtia lirë bazohet në parimet reciprocitetit. Nuk sillesh mirë me mu, s'përfiton prej me. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, modeli jonë që e marrim për demokraci, çdo vjet ulet edhe e bën listën e shteteve, thotë kush o sill mirë me Amerikën, këtyne ju i dhojnë përfitime ekonomike. Kush nuk o sill mirë, s'ka përfitime. E çka kemi bëna me Serbinë? Në vitin 99, pas gjitha atyne shkatrimeve, pasi që na i kanë vrarë gjitha ata njerëz, pasi që ende nuk na i kthejnë 1800 trupat pa jetë. Po le ato nuk na kanë kërku falje kur, nuk kanë një askur farpendimi, asë një përfatsus i qeverisë së Republikës Serbisë, nuk ka thonë asë njëherë që që ka bo Serbia në Kosovë ka qenë keq. Çka bojmë ne, ja hapim tregun Serbisë. Ja hapim tregun edhe për çdo vjet, ja dhojmë hiç më pak se rreth 500 milion euro. Prej 99-ës, zyrtarisht, me numrat e doganave të Republikës Kosovës, na Serbisë ja kemi dhënë 2.1 miliard euro. Po t'ja shtojmë kësaj edhe kontrabandën që është bën veri, i bjen që na i kemi dhënë dikun 4.5 miliard euro Serbisë. A na kur kemi dash me shit në Serbi, për këto 10 vjet kemi shit 92 milion euro. Kjo i bjen 1.50. Për 1 milion që i kemi shit, Serbia i ka shit 50 milion euro të na. Edhe tash neve na thuhet që po e zbatojmë politikën e reciprocitetit. Por çfarë reciprociteti po bëjmë fjalë këtu? Do me thonë, na po sillëm, sikurse i kemi bërës diçka Serbisë për i të kalumës, politikisht, në falë që të kemë bo Serbi këto farpun, për atë arsye po ta shpagujmë këtë ekonomikisht, duke t'i dhënë 500 milion euro në vjet. A duhet jetë e kundërta. Sepse Serbia ka për t'na kërkuar falje neve, sepse Serbia ka për t'i paguar dëmet ekonomike, bile mos me alon na 10 vjet me shitën këtë treg, e me në alon ata neve dhe prapë nuk barazohen për gjitha krimet dhe gjitha, do me thonë, këtë aktivitetin kriminal që e kanë bo në Kosovë. Për ato 500 milion euro, ju duhet të dini që punojnë fabrika në Serbi, cilat punojnë vetëm me paret e Kosovare. Me thonë, ka të konsum atje. Ato fabrika cilat i paguajnë tatimet të shtetit të Serbisë, e shteti i Serbisë, ato para pastaj i përdor për financimin e strukturave ilegale kriminale që veprojnë në veri. Edhe sot, me ardhë një shitës pej Serbisë, në Kosovë mundët me hi me tabela çfarë dënë, për krejt ato tabelat e vjetra, sepse Bajram Recep ja u ka leju që të hynë me ato tabela.
Një shofer i Serbisë mund të hyjë edhe me leje të vozitjes, sepse këtë ja ka leju Republika e Kosovës, nuk i nevojitet as pasaport, as kurrë gjë tjetër identifikimin, dhe nuk do të jenë të regjistruar sepse qeveria e Kosovës ja pranon të gjitha dokumentet e Republikës së Serbisë, të cilat ai eksportuesi prezanton. Sot me po me dash me shku prej Kosovës atje, duhesh me ndru tabelat e kerit, edhe duhesh me marrë kamionin ose me aqit tabelat KS, ose me marrë ai kamion për Maqedonisë apo në shtetit tjetër. Po shkosh në Serbi, mundesh me shku vetëm me letë njoftimet dhe me ta dhënë një letër të posaçme sepse nuk lejon me hyrë, domethënë edhe shoferi do të ketë probleme. Dhe ata që eksportojnë në Serbi do të kenë dy palë dokumenta. Një që ja prezantojnë doganave të Kosovës, si të kalojnë Kosovën, mandej aqesin dokumenta që i kanë marrë në Raniluk, në komunën ilegale, sepse Serbia është e vetmja mënyrë që i pranon ashtu. Dhe po të shihni dokumentet e doganave të Kosovës para marrëveshjeve të Edita Tahirit, dhe tani do ta shihni se e kanë heq fjalën Republikë me çdo dokumenti. 400 milion. Shkurt çka problemi nga Serbisë? Problem grun, problem tulla, problem qeremide, problem plazma keksa. Prodhime të cilat shumë lehtë mund të zaventsohen, jo vetëm me prodhime të shteteve tjera, po edhe me prodhime të Kosovës. Me atë një ndrim në javë i kishte përmbush të gjitha kërkesat e tregut kosovar për shkak se ishte vërshuar nga prodhimet serbe. Kur qeveria e Kosovës e zbatoi masën e reciprocitetit për atë periudhë 50 ditore dikun, prodhimi u rrit 1600%. Kompania Liri në Prizren ka punu 7 ditë në javë me 2 ndrime. Të punësuar njerëz të cilët tani më përdornin produkte kosovare. Kryetari i Odës Ekonomike Serbisë tha me pas vazhdu reciprociteti 6 muaj, konsumatorët kosovarë kishin harru produktet serbe krejtësisht. Dhe pikërisht për atë arsye Edita Tahiri u ngut me shku në Bruksel, me fillu zbatimin e marrëveshjes së tregtisë lirë e para, sepse e dinte që me këtë po humb parë jo vetëm prodhuesër, po edhe gjithë agentët dhe lidhjet e tyre që i kanë në Kosovë. Po të shihni financues më të mëdhenj partive politike sot në Kosovë, të këtyre që janë në pushtet, janë ato kompani që tregtojnë më së shumti me Serbinë. Pra me këtë vendim, tha që janë ndarë financimin edhe vetës, shumë mirë din për atë arsye dhe kanë vazhdu sa më shpejt që është e mundshme. Edhe kur e kthej tregtinë e lirë me Serbinë, kjo kompania Njek Prizren u detyru mu kthy në 2 ndrime në javë. Jo një ndrim, po 2 ndrime. Tani mundi me pa shumë zëne ato për qindra dhe mijëra herë për këtë kompanitë në Kosovë që mundën me prodhu. Këtu mund vjen punësimi dhe për këtë arsye me 14 janar në kufit me Merdarën dhe i barë me Serbinë, ne jo vetëm që e mbrojmë Republikën, po e mbrojmë edhe ekonominë dhe prodhimin e Kosovës. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të rritemi ekonomikisht, sepse padrejtësia që na ka bërë Serbia nuk do të mund t'i shpagojë edhe me ia bllokuna 10 vjet të tjera. Prandaj është shumë e rëndësishme që mbrojtjet e këtij prodhimi të gjithë të jemi së bashku në Merdarë dhe vetë barë, në mënyrë që edhe ekonomikisht të rritemi dhe të punësohemi. Faleminderit. Kuvendi i Republikës Kosovës e ka marrë vendimin më të rëndësishëm në historinë e vet, tash kur po i bëjmë gati 4 vjet që u shkall pavarësia e Kosovës. Pra, vendimi i 7 dhjetorit, vendim për kalimin e mocionit për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë është vendimi më i rëndësishëm i këtij kuvendi. Ne në mbledhjen tonë të tretë të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje i dham afat qeverisë së Republikës Kosovës që deri me 1 janar të vitit 2012 ta bëj zbatimin e këtij vendimi duke i ndërmarrur të gjitha përgatitjet e nevojshme. Pra ka vendime dhe ligje që ata i zbatojnë dhe ka vendime e ligje që nuk i zbatojnë. Kjo do të thotë që qeveria po e pozicionon veten e saj mbi kuvendin e Republikës Kosovës, po ndërmerr vendime arbitrare dhe po përzgjedh se cilat qëndrime e vendime të kuvendit duhet i marrë parasysh e cilat jo. Kjo tregon që Republika e Kosovës nuk është një republikë parlamentare siç thuhet në kushtetutën e saj, por është republikë qeveritare. E Republika qeveritare është republikë në një shtet që ka qeveri që eliminon republikën. Prandaj ne sot jemi mbledhur këtu që bashkërisht të diskutojmë, por edhe të organizohemi, mobilizohemi sa më shumë për ditën e pasnesërme, për të shtunën, pra me 14 janar,
në ora 13 në pikat kufitare kur do të filloj zbatimi i këtij vendimi të kuvendit dhe përfundimisht ta bëjmë Republikën e Kosovës republikë parlamentare duke e shpëtuar shtetin e Kosovës nga kjo qeveri. Në vend se rritja e shtetit tjetë dhe rritje e pushtetit në Kosovë është e kundërta. Ky pushtet rritet duke e zvogëluar shtetin. Pra, ka një marrëdhënie kundërthënëse midis pushtetit aktual dhe shtetit të Kosovës. Shteti i Kosovës do duhet të forcohej dhe këtë ta ndihmoj pushtetin në Kosovë. Po ajo që po ndodh është që pushteti po forcohet në llogaritë të shtetit, në kurriz të shtetit. Po e dobëson shtetin si kufi të shtetit, po e dobëson shtetin si pasuri e shtetit, po e dobëson shtetin si buxhet të shtetit, po e dobëson shtetin si funksionim të shtetit, po e dobëson shtetin si buxhet të shtetit. Pra kemi një pushtet i cili e dobëson shtetin në çdo aspekt për të forcuar. Në lëvizjen me vendosje kemi diskutuar e kemi marrur nisma pothuajse qysh për ekzistencën sonë për prodhimin vendor. Dhe kemi qenë vetëdijshëm që problemi më i madh edhe në këtë aspekt është Serbia. Kemi filluar fushatën vitin 2006 bojkotoni produktet e Serbisë, pra të barkodin famkeq 860, mandej fushatën blej Shqip, së fundi edhe fushatën tuaj e tëndër, dhe që të gjitha këto janë shprehje të njëjtit qëndrim të vetëvendosjes, se ky është që nuk mund të kemi ekonomi të qëndrueshme dhe zhvillim socioekonomik në përgjithësi përderisa s'kemi prodhim. Kosova 11 herë më shumë importon se që eksporton. Gjitha parat që me shumë mundë djerës i marrin vëllezërit e motrat tona në diasporë, ato ne i nxjerrim me shpejtësi jashtë vendit duke blerë mallrat huaja e aty në mas të madhe të Serbisë. Pra Kosova është një vend ku nuk akumulohet, nuk koncentrohet kapitali, por vetëm qarkullon ai. Jemi bërë një vend tranzit ku parat vijnë për të mos qëndruar. Në anën tjetër, tregtia, shitblerja, importi kaq i madh, bilancet negative tregtare, deficiti pra tregtar, ka bërë që edhe logjika e popullsisë të jetë afatshkurtër. Sepse kur merresh me tregti, atëherë blen 30 shet 32, blen 40 shet 45. Dhe je i përqendruar në një të tashme të aty për atyshme, ku nuk bën planifikim dhe nuk zhvillon vizion. Planifikimi dhe vizioni vijnë për i prodhimit. Ai që prodhon, planifikon çfarë do të bëj pas 6 muajve, pas 1 viti, pas 5 viteve, 10 viteve kështu me radhë. Shtetet të cilat prodhojnë më së shumti kanë plane, kanë vizione më së shumti. Në vitin 2008, pra vitin kur filloi kriza globale financiare, gjysma e brutoproduktit vendor të Gjermanisë ka qenë siguruar prej eksporteve. Për shkak se Gjermania ishte superfuqi prodhuese në Evropë po edhe në gjerësaq. Shtetet, vendet që kanë prodhuar, ja kanë dalur më së miri në këtë krizën financiare. Vitin 2012, në Evropën perëndimore do të jetë vit i protestave dhe demonstratave. Sepse gjendja sociale është duke u vështirësuar dhe kriza financiare po bëhet edhe sociale. Sipas shënimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, 61% është drejtuar ushqimi në botë prej dhjetorit të vitit 2008 e deri në dhjetorin e vitit 2011. 61% është drejtuar ushqimi. Në anën tjetër në Kosovë, 70% të parave të tyre, të ardhurave mujore, qytetarët e Kosovës i shpenzojnë për ushqim. Kjo nuk do të thotë që ata ushqihen mirë, e as se blen ushqime të shtrenjta. Por kjo do të thotë që krejt paratë që i kanë, i çojnë për ushqim dhe më pak se 1/3 u mbetet për gjëra të tjera. Pra fakti që ne shpenzojmë kaq shumë për ushqim është dëshmi e varfërisë sonë, jo e pasurisë sonë. Dhe kjo do të vijë tash duke thelluar. Prodhuesit e Kosovës nuk kanë shansa që të zhvillohen në Kosovë përderisa ne i lejojmë të hyjnë mallrat e Serbisë në këtë mënyrë që po hyjnë ato. Dhe një qeveri e cila treqerekull e buxhetit, e arkës së shtetit e mbledh në kufi, ajo nuk ka interes që ta zvoglojë importin.
Dhe për më keq se kaq, ajo nuk e bën kontrollin e cilësisë së mollrave, sepse është interesuar që sa më shumë mollra të hyjnë, vetëm le të hyjnë, sepse kjo është mënyra e vetme që ata e mbushin buxhetin e shtetit. Pra, nuk mbushet arka e shtetit Kosovës nëpërmjet tatimit në fitim, apo nga përparimi dhe zhvillimi i prodhuesve, por vetëm nga importet e shumta të cilat na vëshojnë. Okupimi klasik politik, ushtarak dhe institucional i Serbisë po zëvendësohet masivisht me okupimin ekonomik dhe tregtar. Dhe okupimi ekonomik dhe tregtar përkthehet më pastaj sërish në okupim politik e institucional. Përveç faktit natyrisht që çereku i territorit të Kosovës vazhdon që të kontrollohet nga strukturat e Serbisë, strukturat ilegale që janë armiqësore para se të jenë kriminale. Ne e dim shumë mirë se kush është Serbia. Shqiptarët janë e vërtetë e Serbisë. Nëse doni të merrni vesh se kush është Serbia, pyetni shqiptarët. Ata e dinë kush është Serbia. Vetëm luftën e fundit, ajo i ka vrarë 12.000 civil, afër 20.000 grave të dëmuara, 1.800 janë ende të pagjetur, 119.855 shtëpi sipas shërbimeve të Këshillit të Evropës janë të rënuara, djegura ose dëmtuara, 860.000 shqiptarë janë dëbuar jashtë Kosovës dhe 1,5 milion në përgjithësi janë dëbuar për shtëpive të tyre, dhe janë edhe 2 fakte të tjera që përmendem më pak. I pari është që 60% të aktive na i kanë shkatruar dhe shumica ndërmuese të traktorëve të bujqit të Kosovës ose i kanë plashqitur ose i kanë ndihmuar. Nuk i ka vjedhur, nuk i ka djegur e popullsisë civile, Golfat, Mercedesat, Audit e kështu me radhë. I ka plashqitur e i ka djegur traktorët. Kjo do të thotë që Serbia jo vetëm që ka qenë interesuar ta eliminojë banimin dhe jetën e shqiptarëve në Kosovë, por edhe mundësinë për zhvillim ekonomik. Pra, gjithçka ka qenë e programuar. Dhe pas luftës nuk vonoi shumë, pak e nga pak, ngadalë për sigurt, Serbia e riokupoi Kosovën me mallrat e saj, me rast i stimulante, i subvencionante prodhuesit e saj, që të vinë me çmime sa më të lira në Kosovë, dhe në fakt qytetarët e Kosovës që po blenin mallrat e Serbisë e kishin anën tjetër të medaljes që Serbia po e blente tregën e Kosovës. Kjo duhet të ndalet nëse duam që pavarësia jonë politike të mos humbet nga varësia ekonomike e tregtare. Nuk është rastësishme që i vetmi politikan që është edhe deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, i cili është vizituar nga 2 herë SPAK-u prej kryeministrit dhe prej ministrit për zhvillim ekonomik, është deputeti i cili njihet si biznesmeni më i madh në Kosovë që i sjell mallrat e Serbisë tek ne. E kam fjalën për deputetin Ramiz Kelmendi, pronari i ETC-s, që llogaritet për xhiron vjetore është kompania e 4 në Kosovë. E para është PTK-ja, e dyta është Keku, e treta është Prokrediti, e katërta është ETC-ja. Ata që ne sjellin mallrat e Serbisë në Kosovë. Dhe këtë njeri që vjen prej opozitës, pozita, qeveria e viziton rregullisht dhe i përgjërohen atje, sepse tregon që paralelisht me këtë pushtetin formal që e shohim në televizion dhe në Kuvendin e Kosovës, ekziston edhe një pushtet paralel, kapur me tregtarët të cilët na sjellin mallrat e Serbisë, që bashkë kanë uzurpuar shtetin dhe kësaj po e han shtetin. Po ndodh një farë lloj kanibalizimi i pavarësisë së Kosovës, sepse pavarësia e Kosovës po konsiderohet si një kapital që duhet harxhuar prej pushtetit. Jo si një shans për të përparuar më tutje, por si diçka që shpenzohet prej pushtetit. Po shpenzohet duke e manipuluar gjithat korpus të madh të tenderave të shumt, po harxhohet me privatizime të legra dhe pavarësia si kapital po harxhohet në bisedime me Serbinë, ku po falim territor dhe funksionalitet të shtetit të Kosovës. Pra ndodhemi në një gjendje alarmante ku shpejtësia është shumë e rëndësishme.
çdo ditë me më pak maune të Serbisë në Kosovë, është një ditë më e mirë për prodhuesin e Kosovës dhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Prodhuesit vendor thonë pasha ato 50 ditë, prej 26 korrikut deri në 15 shtator, kur e kanë pasur rritjen më të madhe, siç e shpjegoi Shpendi. Por tash ata janë në një gjendje edhe më të rëndë sa që ishin, sepse nuk ka më keq për një biznes sesa të lindë si filiz, të lejohet të lindë dhe mandej të kputet pa u rritur. Atëherë është më keq edhe se të mos hedhej fare e tij. As pak për shkak se biznesit nëse në fillim i ndalet rritja e se ka mundësu paraprakisht, nuk ka fatkeqësi më të madhe për të. Pra, është interesi i Kosovës që ta ndaloj hyrjen e Serbisë. Është e drejta e Kosovës që ta ndaloj hyrjen e Serbisë, e drejtë kjo e konfirmuar së fundi edhe me këtë vendimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Pas nesër, nga të gjitha qendrat e vendosjes, e posaçërisht nga Bestiana dhe Gjilani e Dardana e Vetia, aktivistët e vendosjes bashkë me qytetarët dëshkojnë të pikat kufitare në Merdar dhe të Dhërëvar, dhe në atë rast do të protestojmë në mënyrë paqësore, të pavundshme dhe padyshim që do të jemi të tillë gjatë gjithë qëndrimit tonë në ato vende, ku me trupat tonë do ta bllokojmë hyrjen e Serbisë. Përderisa ne po e mbajmë këtë tubim, përfaqësues të lëvizjes vetëvendosjes që janë përgjegjës për këtë gjë, po e zhvillojnë në zyrat e vetëvendosjes një takim me policë të Kosovës, të cilët janë po ashtu përgjegjës për ditën e 14 janarit, me që rast natyrisht çdo herë ne ju bëjmë thirrje atyre që të mos jenë në urdhrat iracionale të ministrit Rexhepi, i cili ka dëshmuar që e urren lëvizjen e vendosjes, por të jenë në shërbim të Kuvendit të Republikës Kosovës si organi më i lartë politik dhe përfaqësues në vend. Njëkohësisht, as kundër serbëve lokal nuk është të drejtuar kjo protestë, kjo është të drejtuar kundër Serbisë e për vendimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Se nuk jemi kundër serbëve civil, e kemi dëshmuar edhe në Deçan, ku asnjë prej serbëve civil në autobus nuk është sulmuar nga aktivistët e vendosjes dhe nga qytetarët e Deçanit, por vetëm tabela e autobusit me regjistrim nga Serbia u hoq prej aktivistëve dhe u lejua qarkullimi më të tjershëm i autobusit. Kjo tregon që nuk ka kurrë urrëtie në lëvizjen e vendosjes, por përkundrazi ne organizohemi kundër urrëties së Serbisë, kundër nacional-shovinizmit të saj, i cili shprehet me figura të ndryshme politike, prej dinastisë Obrenovićeve në fillim shekullit XIX e deri tek kryetari aktual i Serbisë, Boris Tadić, i cili tha se kurrë do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe asnjëherë nuk do t'i shboj institucionet paralele që po na minojnë pavarësinë prej brenda. Pra, protesta jonë nuk është e udhëhequr nga kurrë inati, nga kurrë urrëtie, por përkundrazi është organizim për diçka që ne kemi të drejtë, është organizim paqësor për një protestë paqësore ku nuk bllokohet qarkullimi i qytetarëve dhe liria e tyre lëvizjes, por bllokohet hyrja e Serbisë në Kosovë. Pra, ky është synimi, nuk është që t'i bllokojmë rrugët, nuk është që ta pengojmë qytetarin, por që të mos lejojmë Serbinë që të hyjë në Kosovë. Mendojmë që edhe sakrificat e brezave të mëparshëm, edhe interesi ynë i tanishëm, po edhe përgjegjësia për brezat e arshëm na e detyrojnë një veprim të tillë që është edhe i drejtë edhe i dobishëm. Ne ju bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të Kosovës, të vullnetit të mirë, që të organizohen dhe bashkërisht në 14 janar në ora 13 të jemi në pikat kufitare në Merdar dhe të Dhejë Parë, ta ndihmojmë prodhimin vendor, ta forsojmë Republikën e Kosovës dhe kësaj ta shpëtojmë Kosovën. Ne jemi të interesuar që t'ja marrim pushtetin Serbisë në Kosovë. E ky pushtet sot nuk është vetëm politik në struktura sigurisë, por njëkohësisht është edhe me tregti dhe ekonomi që në vjen prej andej. Nëse ne nuk e duam vetin tonë, nuk mund
as me qendrtar të vërtet dhe as për parim të qëndrueshëm. Atë që po e bëjmë për shtetin e Kosovës, sepse karakteri jo si lëvizje na e detyron një gjë të tillë. Programi ynë është për parlamentor, për republikë parlamentare, për forcim të shtetit të institucioneve në mënyrë pasore të pavëshme. Këtë gjë do ta bëjmë në 14 janar, pra prej kur fillon blokimi i Serbisë. Ich denke, ihr führt hier immer noch einen antikolonialen Befreiungskampf, der völlig legitim ist. Unë mendoj që ju këtu akoma vazhdoni duke udhëhequr një luftë antikoloniale për çlirim dhe mendoj që keni plotësisht drejt. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, für die einfachen Menschen in Serbien, dass diesen Kampf führt und gewinnt. Dhe gjithashtu mendoj që është shumë e rëndësishme për njerëzit të thjeshtë në Serbi që ju ta vazhdoni këtë luftë dhe ta fitoni atë. Weil immer, wenn es in Serbien Studentenstreiks und Arbeiterstreiks gibt, versucht der serbische Chauvinismus die Kosovo-Karte zu ziehen und damit die sozialen Proteste in Serbien zu unterdrücken. Sepse sa herë në Serbi ka protesta dhe greva studentore dhe sociale, regjimi shovinist nxjerr kartën e Kosovës dhe shfrytëzon atë për t'i qarmatos ato do thot aktivitete sociale për përmirësim atje. Sondern ich glaube, das serbische Volk kann in Wirklichkeit überhaupt nicht frei sein, solange es sich daran beteiligt, andere zu unterdrücken. In diesem Sinn wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank, Faleminderit shumë dhe sukses për të gjithë. Do të unë mendoj që populli sërb asnjëherë nuk mund të jetë i lirë, përderisa ai vetë është i angazhuar në shtypjen e një populli tjetër, edhe në këtë aspekt ju uroj shumë sukses dhe ju falenderoj shumë. E ftoj popullin e Kosovës ta jep frikën prej hashëfasë. Nuk mundet që nuk është Kosova private hashëfasë. Jo. Ata interesin nuk e kanë të lidhur me prodhuesit vendor, që është ndodhur në çdo vend zhvilluar demokratik perëndimor, po e kanë të lidhur me tregtarët e huaj. Dhe ata në fakt janë përfaqësues politik jo të popullit, por përfaqësues të këtyre tregtarëve. Tregtarët që po i sjellin modrat e Serbisë në Kosovë janë të lidhur me këta politikanë që i përfaqësojnë në institucione, që jo kanë marrë parët para fushatave e ja u kthejnë atëherë kur e marrin qeverinë. Pra, sikleti dhe paniku i tyre është në këtë moment më i madh se kur. Për shkak se ne kemi prekur në pikën neuralgjike.